Faleminderit ju. Profesor, ardhi i marrëveshjes politike në kutitë e votimit mësohet? Për fat keq doli ajo që e kemi paralajmëruar ka herë, dhe shpejtësia e aprovimit të disa marrëveshje ndërkombëtare, buxhetit, e disa ligjeve, por edhe disa bordeve, ka dhënë me kuptu se Kurti po e çon vendin drejt zgjedhjeve dhe ka pas një skenar të tillë, sepse ai zotëri është i padenj dhe i paaft për ta menaxhuar qeverinë e Republikës Kosovës, kështu që me qëllim e bëri blokadën dhe fare nuk kemi të bëjmë këtu me opozitën, të cilët vepruan edhe punuan në atë që i shkonte për shtati zotit Kurti. Opozita normal që prej ditës së nesërme, pas mbajtjes së zgjedhjeve, menjëherë secila opozitë në çdo shtet demokratik të botës provon që të harxojë qeverinë. Dhe kështu është gjithçka normale, përkundrazi, unë mendoj që bashkëpunimi opozitar, këtë rast me pushtetin, ishte shumë i mirë, por ja që Kurti nuk ka dashur ta zgjedhë qeverinë. Për mua është shumë e rëndësishme që plani Ogurzi i përgatitur nga zoti Kurti dështoi. Ai ditë parëmbrëm ka pasur qëllim të bëj puç kushtetues mbi Republikën e Kosovës. Me shumë gjas, them se ka pas sigurisht ndërhyrje orëve të fundit nga faktorin ndërkombëtar në rrugët diplomatike të tyre dhe kanë penguar zotin Kurtit që ta çojë skenarin e vet deri në fund dhe ai mbrëm ka pasur me zgjedh apo e ka pasur në plan, po të mos ishte ndërhyrja e ndërkombëtarëve, ka pasur plan ta zgjedh Feride Rushitin, presidente të Republikës Kosovës, në formën antikushtetuese apo sistemare. Amerikanët apo europianët që parandaluan këtë ndihmoi dhe mesazh që zbuloi planin. Kanë ndërhy edhe amerikanët, kanë ndërhy shtetet e Kuintit, sepse përndryshe Kurti ka qenë i përgatitur që vendin ta çojë drejt krizës madhe kushtetuese apo zgjedhjes presidentit në formë jo ligjore siç veproi. Tjetër, edhe paraqitja e zotit Ramush Haradinaj, kërcënimi me protesta masive, gjithashtu qëndrimi i opozitorëve gjatë gjithë kohës në parlamentin, në zyrat e veta, në parlamentin e Kosovës, ka lënë me kuptu se opozita do të reagojë, edhe dhunshëm nëse rastësisht Kurti do të provonte edhe njëherë të zhvilloj procedurat për zgjedhjen e presidentit. Ka qenë e gatshme opozita që në asnjë mënyrë, qoftë edhe në formën më të vrasht, mos ta lejoj zotin Kurti ta shemb rendin kushtetues të Republikës Kosovës dhe mbrëm ka qenë nata më e gëzueshme për të gjithë ne që e njohim skenën politike edhe e njohim mirë Albin Kurtin deri ku është i gatshëm të shkojë. E kemi pa edhe në fytyrën e tij, e kemi pa në qëndrimin e tij, e kemi pa edhe gjatë gjithë kohës duke biseduar me zotin Konjufca, se atë vazhdoi